Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar në Korçë ka shënuar një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve gjatë muajit prill, me një rritje prej 60% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas të dhënave të bëra publike nga drejtoresha e institucionit Fioralba Prifti, muzeu është vizituar nga 2544 persona, nga të cilët 839 ishin turistë të huaj, kryesisht nga Gjermania, Spanja dhe Franca. Mund të themi që numri i vizitorëve është rritur rreth 60%, flasim për muajin prill, i cili pati një prurje të lartë të vizitorëve, kryesisht nga Gjermania, por nuk mbeten mbrapa dhe spanjollët dhe francezët gjithashtu, të cilët kanë një interes të jashtëzakonshëm veçanërisht për Muzeun e Artit Mesjetar. Me nisjen e sezonit turistik veror, Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar dhe ai i Arsimit do të jenë të hapur çdo ditë të javës, duke ofruar për publikun një eksperiencë të pasur kulturore. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar dhe Muzeu i Arsimit mirëpresin çdo ditë vizitorët prej orës 9 të mëngjesit deri në orën 7 pasdite. Është çdo ditë i hapur dhe sigurisht që parashikojmë që të kemi një fluks edhe më të madh të vizitorësh, jo vetëm nga vendet e tjera të huaj, por edhe shqiptar. I themeluar më 24 prill 1980 dhe i vendosur në zemër të qytetit të Korçës, Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme kulturore në Shqipëri, duke tërhequr gjithnjë më shumë vëmendjen e publikut vendas dhe ndërkombëtar.